Në ndritat e nënkalimit të ri në Ferizaj, goma që fishklonin dhe motor që ulërinin sollën një spektakël të rrallë për qytetin. Në një ngjarje të organizuar me stel dhe energji, gara autoslalom mblodhi drejtues nga gjithë vendi për të testuar aftësitë e tyre në një pistë të ngushtë teknike dhe sfiduese. Autoslalomi nuk është garë shpejtësie e pastër, është arti i kontrollit. Në çdo kthesë, çdo pengesë, çdo manovër, garuesit treguan se sa shumë domethënie ka një timon i mbajtur me precizitet. Vetura të ndryshme, nga ato të përditshme deri tek ato të modifikuara, kaluan mes konëve, duke lënë pas sekonda që vendosnin fituesit. Pista ishte vendosur në hapësirat e gjera të nënkalimit të ri të Ferizajit, një ambient urban modern që për një ditë u shndrua në qendër të garave automobilistike. Qindra qytetarë mbushën anët e rrugës me telefona në duar dhe duar trokitje në çdo kalim të suksesshëm. Organizatorët e eventit siguruan që gjithçka të zhvillohej në mënyrë profesionale, me siguri të plotë për garuesit dhe publikun. Për momentin koha që në startit e shumë e mirë, pas provave kalu me test shumë të mirë, tash momentalisht po na bjen shi, është më e vështirë tash gora, po si gjithë djetë po vazhdon shumë mirë, edhe pse po na bje pak shi, po mirë është kërësisht. Momentalisht e 28 garus, është numëri njëjtë prapërt, po ka një ndryshim tash, se tash po bëhet gora me një rrugë më ndryshe, është me nën kalim, 660 metra është nën kalim. Të më thonë që ndryshon këtë gorë, është shumë e mirë, atraktive janë, pëlqyeshëm gjithë garus, e pëlqejnë këtë pistë shumë mirë për shkak. Me Mitsubishi, është Gazmen Demoli, prej femrave është Arieta Rusha, me BMW Nishe. Tash ta shumë deri në përfundim, se tash ndryshon edhe rezultati koha, e me shi, ta shumë. Sot është gora po rrethore edhe pse kjo lloj makine nuk ka për këtë lloj gare, erdha veç me bo pak spektakël edhe me provu çysh po shko makina. Mirë kalum, në fund shiu pak na i prishi planin që kemi pas planifiku. Mirë ka shku gora, incidente s'ka pas, publik ka pas, jemi të kënaqur me zhvillimin e garës. Për kohën ata që përpresim kohat për rezultatet përfundimtare mbas penaltive dhe kohën sa kemi arrit për garë, edhe shpallët edhe tash edhe fituesi i kësaj gare. Unë kum garu në kategorinë e 7, mbi 2000 kubik turbo me Volvo 450. Sa i knoqur për shumë kerri i madh? Kerri është i madh, nuk ka për këtë lloj gare. Është i përgatitur për garat rrethore, që jashtë vendin të në Kosovë vendin nuk është mbajtur asnjë gare të tillë, po shpresojmë në të ardhmen nëse ka mundësi më bëhet diçka rreth këtij projekti. Në Hill Climb ku mor pjesë vjet, është viti 2 që garoj, si vjet do më startojmë. Kjo ka qenë gara po rrethore, ende jam tu adaptu me kerr, tu njoftu me kerrin për shkak se performanca është edhe forca është e madhe e makinës, edhe jam tu provu, jam tu mundu m'ja marr dorën edhe mas pari me ruh kerrin vetën kerrin edhe me pas sukses në pistë. Kjo është një prej kerrëve preferuar mia Mercedes.
CLO AMG 45. Mirë shoj gora, po filloj shiu dhe nuk po ta gumat për shi, po mirë, gora ke gjithçka ke në rregull, organizimi ke shumë i mirë, edhe gorën e përfundova, tash rezultatin të pritja. Sot është testi por që kam bërë garë me këtë kerr. Është një kerr më i veçantë se kerrat normale. Mirë po, mu po më përshtat keq aq shumë sa që se kam besu as vetë që vëziti kaq mirë domthon. Po besoj që mirë se edhe bona një kohë gjatë mirë edhe testova kerrën edhe në terën edhe në shi. E shpresoj që në malore po më po sukses edhe më shumë. Qysh më duket gozi ky formulës tash me dolë që kerr? Po normal, unë kam prit më adaptu ma pak kohë për më adaptu me ta, mirë po do më thonë, po më duket se jam shumë i njoftu me këtë kerr, se shpresoj, do shta kom po provoj me formulën dhe tash jam kogja i njoftu me ta, besoj që kom e po sukses me ta kogja mirë. Këtë vit supozoj me garun në Kosovë, edhe disa të gora të Cezit, edhe ndoshta në një në kampionatin evropian, kurse vitin tjetër po shpresoj me marr pjesë në kampionatin evropian komplet.